Ish konkurrenti i Big Brother VIP Albania 5 Stenaldo Mhilli ka ndarë publikisht sfidat e tij personale dhe ekonomike pas përfundimit të eksperiencës në këtë format televiziv. Gjatë një interviste, ai rrëfeu rrugtimin e tij në Big Brother VIP Albania, duke theksuar vështirësitë që ka kaluar ndër vite, si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj. Mhilli tregoi se kishte emigruar në Gjermani, ku fillimisht kishte jetuar i vetëm për një vit përpara se t'i bashkohej e ëma. Sipas tij, periudha atje ishte e vështirë pasi humbi punën dhe u përball me probleme ekonomike, duke e detyruar të rikthehej në një situatë të pasigurt. Ai u shpreh se pjesëmarrja në Big Brother VIP Albania 5 e konsideron një mundësi për të ndryshuar jetën dhe për të filluar nga e para, ndonse nuk arriti të fitonte çmimin e madh. Edhe pse nuk fitova, sot ndihem i vlerësuar nga mbështetja e publikut. Kam marrë mira mesazhe dhe shpresoj që kjo të më ndihmojë të ndërtoj një jetë më të qëndrueshme, u shpreh ai. Në fjalën e tij, Mhilli theksoi se aktualisht ka nevojë për mbështetje konkrete, veçanërisht për sigurimin e një banese, në mënyrë që të jetojë në kushte më të mira së bashku me nënën e tij. Ai shtoi se pavarësisht vështirësive, mbetet i vendosur të ecë përpara dhe të jetë mirënjohës për çdo ndihmë që mund të marrë, duke premtuar se do të kontribuojë edhe vetë për të ndihmuar të tjerët në të ardhmen. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.